miku Beqir Balloku do t'ja hidhe Kadrazbiu. Nuk e njohim në kush ishe Beqir Balloku? Një muti? Një që s'kishe as kokë, as iq, po pse u vu ministër? Po këtë vënë? Vebjoxhen? Fraksionistin? E ai kupton e çoi në rrugë të keqe Kadriun. Do me thënë, Beqiri që në kishë Finok, e Kadriu që në kishë Leshko. Duaja Partia e Sahabët kështu. Po çfarë të them më rëshoku ver, çfarë të them? Të them unë kupton që jam armik? Nëse nuk përgjigje, kupton ne mbi. Jo le të shtremërojnë gjërat çukur ver. Edhe unë propozoj të arrestojmë. Po mirë, dakord? Po sigurisht. Dakord, po si? Jo lutem. Partia ime më arreston, partia ime më arreston. Po partia tënde të arreston se ke bën faj. Ai më përgjigju. Në qoftë se unë jam i tillë për t'u arrestuar, le të arrestojmë çukur ver. Po, edhe do të arrestojmë. I Vanderin Simon Stefani. Po para se të filloj gjykimi, ta është para prake. Po para se të filloj, themi këtë kërkesë. Thuar kërkesën për gjykimin e çështjes për ish presidentin e Republikës së Shqipërisë nga Mesalia. E shoh të nevojshme që përpara kësaj gjykate të ekspozoj të vërtetën e kësaj çështje, e cila jo pa qëllim është lënë në harresë dhe nga hartuesit e akt akuzës.